Qindra qytetar, fëmijë, prind dhe gjyshër kanë marshuar rrugëve të Shkupit për të shprehur solidaritetin me popullin palestinez dhe për të shprehur revoltën kundër gjenocidit në Gaza. Marshin e organizuar nga Iniciativa Të Gjithë për Palestinën nuk e pengoi as shiu që rigonte pa ndërprerje. Në ditën e sotme, aktivistët të cilët ju drejtuan masës deklaruan se në momente të këtilla nuk guxojmë të heshtim sepse keqbërësit po dhunojnë, vrasin dhe torturojnë një popull në përditshmëri. Kога ги кажувам овие зборови, ми идат сите слики, видеа и све. Kur i them këto fjalë me parafytyrojnë të gjitha videot, fotografitë dhe dëshmitë e palestinezëve të Gazës, një popull që vetë dokumenton gjenocidin që po i shkaktohet, kurse ne e shohim atë nga dritaret tona televizive dhe nga telefoni. Nuk guxojmë të heshtim para këtyre pamjeve, nuk guxojmë të ndjehemi të pashpresë para të gjithë këtyre keqpërdorimeve. Fatkeqësisht, sot edhe pse këto keqtrajtime janë të dukshme, edhe pse shihet ky gjenocid dhe shihet se çfarë po bën fashizmi, mësuesit dhe profesorët tan friksohen të flasin për këtë gjenocid. Naša должност е да станеме. Obligimi ynë është të ngrihemi dhe të kërkojmë drejtësi. Nëse ne nuk e bëjmë atë, nuk kërkojmë drejtësi, kush do të kërkoj? Populli palestinez është para torturave më çnjerëzore në burgjet e Izraelit. Ata burgje u kthyen në hapësira për dhunë, vende ku keqtrajtimi, uria dhe dhunimi janë në përditshmëri. Të burgosurit janë të privuar nga ëndrat e tyre, ushqimi dhe trajtimi mjekësor, janë larguar nga familjet e tyre pa pasur të drejtën e vetmbrojtjes. Pjesë e kësaj proteste paqësore, përmes të cilës kërkohej drejtësi për popullin e Gazës, ishte edhe imami nga Shkupi Bekir Halimi, i cili në një prononcim për televizionin Shenja tha se armëpushimi duhet të jetë i përhershëm dhe se duhet të jepet fund luftës gjenocidiale ndaj popullit të Gazës. Do ato masakra dhe gjenocidi i madh që ka ndodhur, ku janë mbi 70.000 vramë, 10.000 janë të zhdukur, 170.000 janë të plagosur, 85% e Gazës është shkatruar, ku janë vrarë domethënë me 18.000 fëmijë, 20.000 gra. Këto situata detyrimisht domethënë na bëjnë neve që të solidarizojmë me atë popull, kërkojmë ndërprerjen e luftës menjëhershme dhe normalisht hapjen e kufive e shtetërrethimit që zhvon e Gazës për të hyrë ndihmat humanitare dhe për çdo gjë që ka nevojë ai popull ai vend. Nga Iniciativa Të Gjithë për Palestinën njoftuan se protesta dhe marsh protestues, në të cilën do të kërkohet drejtësi për popullin e shtypur të Gazës, do të organizohen çdo 2 javë në rrugët e kryeqytetit.